lidhje me çështje të caktuara, çka natyrisht që vetëm e forcon tezën, e forcon konceptin e mungesës së hierarkisë, mungesës së strukturës dhe për më tepër e vendos sakt kontekstin lokal, sepse në rast se analizohet akta akuza, edhe pastaj edhe çësia, tentimi, narracioni që është përpjek prokuroria ta ndërtoj, fitohet përshtypja që UÇK-ja ka qenë një organizatë sikur e ngjashme me ushtritë e vendeve të avancume, çka në fakt natyrisht që nuk ka qenë e vërtetë. Njëra prej pikave për shembull ku tentohet me vendos këtë çështjen e ushtrimit efektiv të kontrollit, rreth faqe gjatë të 4, gjatë të 5 diku të akta akuzës, thuhet që ka ushtru kontroll efektiv në pjesën ndërmuese të territorit të Kosovës. Ne afërsisht kemi qenë të rinë në moshë në atë kohë, mirë po edhe si të tillë e dim që një gjë e tillë nuk ka qenë e vërtetë. Prandaj e thash që çësia e prokurorisë ka qenë mospërfillse, për më tepër se çfarë ka qenë vlen të theksohet edhe kur dje pytet njëri prej prokurorëve në raport me rrethonat lehtësuese dhe rënduese, ai thotë që asnjë rrethon lehtësuese, ndërkohë është parim, është një rregull në procedurë që çësjet që kanë pas 4 UÇK-s, me thënë inspekcion zoti thashë në raport me procesin gjyqësor, madje edhe para themelimit të vetë gjykatës, natyrisht që ato duhet me u marrë në konsideratë si rrethana lehtësuese me rastin e caktimit të dënimit eventual, mirë po kjo para se gjithashtu përfaqën çësjen tepër armiqësore që ka pas edhe